Në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit, Bashkia Lezhë organizoi një iftar të veçantë për besimtarët musliman të qytetit, duke sjellë një atmosferë harmonie, solidariteti dhe bashkëjetese fetare. Kryetari i Bashkisë Pirin Dreu dhe Muftiu i Lezhës Sadettin Kotri përcollën mesazhet e tyre në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë natë iftari, unë duhet t'ju uroj që Zoti t'ju apranoj gjithë sakrificat dhe lutjet që ju po bëni gjatë muajit të Ramazanit, duke agjëruar e duke treguar vendosmëri e sakrificë, duke bërë gjithçka në emër të Zotit për të mirën tuaj e të familjarëve tuaj, por edhe për të mirën e qytetit tonë, sepse agjërimi, Ramazani janë virtyte të shenjta që shoqërohen nga një mirësi në shpirtin e gjithkujt. Dhe gjithkush lutet për mirësi dhe për të mira, dhe kjo shkon në harmoni me gjithë qëllimet që edhe ne si pushtet lokal kemi, pasi komuniteti musliman ashtu siç e kemi thonë gjithmonë, dhe do vazhdoj ta them jo vetëm në rolin e kryebashkiakut, por edhe në rolin e një qytetari që është një vlerë e padiskutueshme në komunitetin e madh të këtij qyteti të bukur. Nëse ne sot jemi më të mirë se sa ishim muajin e kaluar dhe kështu me radhë, do të thotë që e kemi arritur qëllimin e agjërimit, edhe ky është që të manifestojmë dhe të shpalosim vlerat tona humane si njerëz dhe të jetojmë të gjithë në paqe në harmoni me një tjetrin dhe mos të kemi asnjë lloj smire dhe ngatrese me askënd. Dhe kjo është bereqeti dhe mirësia e Zotit fuqiplot që ne ka krijuar të gjithëve, dhe së fundmi të gjithë do të kthehemi tek ai dhe do të japim llogari për të gjithë veprat tona që kemi bërë, dhe kjo është një diçka e pashmangshme për të gjithë. Ky iftar është pjesë e aktiviteteve të organizuara nga Bashkia Lezhë në mbështetje të vlerave të tolerancës dhe harmonisë ndërfetare që karakterizojnë qytetin.